Në propozimin amerikan përfshihen edhe partnerë nga SBA-ja, Italia, Holanda dhe Turqia. A mund të jemi përpara një projekti të ri shumë më të madh dhe me përfshirje të drejtë të NATO-s? Besoj që çdo gjë që ndodh brenda portin duhet të jetë brenda kontekstin e NATO-s, dhe këtë është shumë e rëndësishme dhe është domosdoshme. Kështu që unë nuk e kam parë projektin, nuk jam përfshirë me sugjerimet që ishin bërë nga kryetari i Dhomës Amerikane, as nga ata që ishin përpara. Por logjikisht duhet të përmbushet edhe standardet e NATO-s, edhe standardet maksimumit të BE-s, të kemi të mos kufizojmë potencialet tonë. Nëse do ndërtohet një port më i madh në Porto Romano sipas standardeve të NATO-s, a do ndryshonte kjo rolin strategjik të Shqipërisë në rajon? Ka mundësi për të ndryshuar, por këta varet nga çfarë do jetë vendosur. Besoj që për momentin edhe afat shkurt ne jemi siç jemi dhe jemi pak të kufizuar. Nëse kemi mundësi për të zmadhuar potencialin, duhet të marrim në konsiderat këtë dhe duhet të bëjmë këtë. Në fund, a është anulimi i tenderit një dështimi i qeverisë apo shansi i fundit për ta ridimensionuar projektin dhe për ta kthyer Shqipërinë në një nyje të rëndësishme logjistike në mesdhe? Besoj që çdo hap përpara nga një herë ka dy hap përpara dhe një hap mbrapa. Për mua nuk është rëndësishëm kush e ka fajin, por është rëndësishëm që njerëz kanë rishikuar edhe kanë konsideruar që një projekt mund të jetë më të mirë. Dhe në fundit duhet tani është kohë për të bërë jo vetëm një hap ose dy hap, por 5 hap më parë. Dhe të vazhdojmë me ndërtimin e portit me potencial që mund të ketë maksimale.